Tashmë në Shkodër dhe me njerë përgatitet dueli dytë. Pasi ndoqëm duelin e parë, tashmë kemi Alban Beqirin. Alban Beqirin e Shqipërisë, Tiranasin e talentuar, që po del në ring nga trajneri i tij Saad Bushati. Alban Beqiri merr bërritjet e para. Nuk i mohojnë tatuazhet edhe Alban Beqirit, të dy krahët e tij është imbuluar nga simbolet e tij të preferuara. Alban Beqiri në këndin e kuq, Roberto Casado nga Spanja në këndin blu. Alban Beqiri 14 ndeshje në profesionizëm, 14 fitore. Roberto Casado me 4 ndeshje në boksin profesionist dhe 4 fitore. Gjyqtari i ringut është shkodrani Oltion Kraja, ndeshja e dytë e kategorisë boksit profesionist. Pasi ndoqëm me heret e boksin e femrave, ku fitoi Julia Igel nga Zvicra duke mundur kolumbianin Ana Reyes, tashmë nis dueli Alban Beqiri Shqipëri dhe Roberto Casado Spanjë. Alban Beqiri në këndin e kuq me mbathjet e kuqe shërita të arta, ndërkohë që spanjolli Roberto Casado është në këndin blu dhe me mbathjet e tij të zeza për të orientuar dhe publikun që po na ndjek drejt për drejt në transmetimin e RTS Shkodra. Pritet një ndeshje luftarake, shikojmë Beqiri lëshojnë një djathtë potente kundër përgjigjet edhe Casado. Albani dëgjojnë bërritjet në pallatin e sportit Çazim Dervishi. Alban Beqiri, një boksier tashmë i afirmuar, disa herë kampion i Shqipërisë me klubin Tirana dhe tashmë në aventurën e boksit profesionist. Shikojmë se gjyqtar ansor është Ethem Ibrahimi, një nga gjyqtarët, një nga veteranët e boksit shqiptar, mjaft aktiv dhe tashmë në rolin e gjyqtarit profesionist, se bashkë me Roland Krojnë janë është edhe bashkëmërtiri në krahun tjetër si gjyqtar ansor. Vazhdojnë boksimin në raundin e parë. Akoma nuk kemi parë të shpërthime. Do t'jenë 6 raunde profesioniste.
si zakonisht studimet e dy anshme të boksierëve janë në raundin e parë, por ka tentativa edhe për shpërthime. Vazhdon raundi i parë. Alban Beqiri, Shqipëri, në këndin e kuq. Roberto Casado, Spanjë, në këndin blu. Goditje djathtë e majtë Beqirit. E tjetër e djathtë e fortë e majtë. Ka krijuar një e përshtirë në këto momente. Ishin goditje të pastra, se gjyqtëria duhet i vlerësoj pikë. Diska jepet në fundin e raundit të parë, në çdo raund ka vlerësim nga juria. Dhe në fund janë përmbledhjet e pikeve, nëse vazhdon me lajmin e mirë të freskët që Federata e Boksit Profesionist sapo është pranuar në Federatën Evropiane. Ka rrisur raundi i dytë. Shikoni. Alban Beqiri kërkon të godas. Vazhdojnë boksimi për raundin e dytë. Tenton goditjet dhe spanjolli Casado. Goditje, djathtë, e majtë e Beqirit, e majtë e drejt për drejtë. Por kundërpërgjigjet edhe Casado. Vazhdon të ketë një luftë, një mënyrë e barabartë, por me tepër iniciativë duket që iniciativa anon nga ana e Alban Beqirit. Gjyqtari Kraja, shkodrani Kraja diçka orienton edhe boksierët për të qenë më të hapur në boks. Dhe përsëri Beqiri. Por akoma nuk kemi konstatuar një shpërthim ashtu si duhet, një shpërthim i dukshëm i boksierëve, edhe pse Beqiri ka më tepër iniciativë. Ka më tepër iniciativë, ka edhe mbështetjen e tifozërisë shkodrane. Menjëherë pas së Beqiri do të jetë shkodrani Senat Drini që do të jetë në ring përballë Gjermanit Aro Zvarc për peshën 76 kg. Përsëri Beqiri, majtë e djathtë nga poshtë. Përsëri vazhdon boksimi për raundin e dytë të ndeshjes Beqiri Shqipëri
Casado, Spanjë, drejt mbylljes së raundit dytë. Mbylljes së raundit dytë i boksierëve Alban Beqiri. Së bashku me Shkodranin Nelson Hysa, i cili ka plot 19 fitore në boksin profesionist dhe po shkon drejt një rekordi. Nis raundi i tretë. Kujtojmë që Nelson Hysa nuk është pjesëmarrës në këtë turne, por është planifikuar të boksojë në Londër në fund të kësaj jave, një ndeshje shumë të rëndësishme për titull botëror. Raundi i tretë, Alban Beqiri, vazhdon Beqiri, është raundi i tij me sa duket. Trajnerët e Beqirit në krye Saad Bushatin e kanë udhëzuar që raundi i tretë të nis lufta, të nis brëshëria dhe kërkesa për goditjet forta, për të marrë pikë varazhin, për të marrë avantazhin e dukshëm, për të marrë kryesimin, pse jo për të fituar edhe ndonjë knockdown, dhe ideale do të ishte ndonjë knockout për këtë publik që po e ndjek në pallatin e sportit Çaçim Dervishi, por edhe për të shumtët që po e ndjekin live përmes ekranit të RTS Shkodra. Tjetër goditje nga ana e Beqirit, kundër përgjigjet edhe Casado. Vazhdon në fakt rivaliteti, ka më tepër përsi Beqiri që përsëri godet, por edhe Casado reagon në momentet e caktuara. Tjetër iniciativë e Beqirit. Vazhdojnë boksimin për raundin e tretë. Në program janë 6 raunde profesioniste. Shpërthën Beqiri. Tjetër goditje. Djathë drejt për drejt, ka vërë në pozitë të vështirë kundërshtarin e tij Casado, por ai vazhdon të jetë rivalizues dhe madje lëshon goditje edhe Casado, por Beqiri ka më tepër iniciativë. Duhet ta pranojmë. Jo vetëm se është bokser shqiptar dhe publiku e dëshiron një fitore të tillë, por me aq çfarë shikojmë në ring, Alban Beqiri ka më tepër përsi. Ja, shikoni godet, ka krijuar avantazhin e duhur. Por një majta e Casados në këto momente ishte cilësore. Mbyllet raundi i tretë.
Tashmë nis raundi 4. Albani dëgjohen thirrjet në inkuadrim të boksierit shqiptar Alban Beqiri. Të shikojmë që do të jetë orientimi i trajnerit Saad Bushati për këtë ndeshje. Godet poshtë, por nuk është efikase e goditje, provon nga poshtë lartë. Dhe djathë e forte, precize në nofën e majtë, dhe djathë e majtë, 3 goditje radhazi në kufit e pikve për Alban Beqirin. Luftën afër, spanjolli Casado nuk dëshon të lejojë hapësirë goditje Beqirit, por Beqiri gjen mundësinë për ta liruar, për ta zhbllokuar nga lufta mbrojtëse Casado, në cili është tërësisht tashmë në tentativë mbrojtje dhe pranon goditjen dhe luftën sulmuese të Beqirit. Ja e majtë e fort, tronditëse e djathtë e majtë e Beqirit e ka tronditur seriozisht. E ka tronditur, por gjyqtari Kraja nuk është i mendimit për knockdown. Sidoqoftë një majtë ishte super tronditëse e dhënë nga Alban Beqiri. E tundi dhe me të djathtën me pas dhe vazhdon përsëri ta godas duke e vënë në pozitë të vështirë boksierin spanjoll. Ky raundi 4 është i tëri i Alban Beqirit, pra po dhuron spektakel dhe meriton përgëzime dhe vlerësime boksimi i Beqirit. E përsi totale e boksierit Alban Beqiri, cili ka mbathjet e kuqe me shiritë atë artën ndaj spanjollit Casado, që ka mbathjet e zeza. Përsëri goditje e Beqirit, por shikojmë që ka marrë një dëmtim në syrin, si për syrit e djathtë, ka një gjakoqe që gjyqtari ndoshta mund ta ndalojë për momentin, për të i dhënë ndihmën e shpejtë, për ta rikuperuar gjakoqen e tij, por vazhdon e përsia goditjet e Alban Beqirit. Nuk frenohet nga asgjë Beqiri. Ky raundi 4 është i tërë i tij, sulme të vazhdueshme, të njëpasnjëshme. Por merit ka dhe Casado që të jetë në ring. Vazhdon të rezistoj Casado nga Spanja. Pushim, ndërprerje ndeshjes për të rikuperuar për një rëshqitje, duket për një lagështirë në parket të bëndohan të pas ka ndonjë për rikuperuar gjakoqen e Beqirit, por vazhdon raundi i 5.
Raundi 4 ka qenë i tëri për Alban Beqirin. Ky raundi 5 duket se ka një rinxadhje, një sinjal për spanjollin Casado, cili tenton të përgjigjet ritmit të Beqirit, por në raundin e 4 do të pranojmë ishte në pozitë shumë delikate Roberto Casado nga Spanja, fal atyre goditjeve të shpejta të njëpasnjeshme të dy krahët nga ana e Alban Beqirit, por i rezistoi Casado atij raundi duke mos u ndeshkuar me knockdown apo dhe me knockout, por tash me përsëri Beqiri lëshon goditje pasi fillimi më të mirë të këtij raundi nga Roberto Casado. Është Alban Beqiri që riqfaqet përsëri, sa duket Beqiri e shikon e konstaton që e ka nën kontroll takimin, e ka nën kontroll rezultatin në avantazh. 4 raunde janë për të. Një administrim i tij i forcave në këtë raund të 5 dhe me siguri për të shfaqur në të 6-in me shumë forcë për ta fituar pse jo me knockout. Janë momentet e fundit të raundit të 5. Godet me djathën e tij. Vazhdon boksimin për raundin e 5. Sinjalet e gongut për mbylljen e raundit të 5 dhe dëgjohet gongu, mbyllet raundi parafundit. Vazhdim u shpall fitues e kampion e këtij turneu me kryetarin Zef Gjoni në krye. Fillon raundi i 6. E shikoni. E kam parashikuar në një farë mënyrë me herët se mund të ketë rezervuar diçka në këtë raund Alban Beqiri për dhënë më shumë, e ka nën kontroll gjithë ndeshjen, e ka të fituar takimin, edhe nëse e mban me këto ritme, por kërkon të dhurojë spektakël në këtë raund dhe kështu ka filluar. Ja shikoni goditjet e tij. Është i freskët. Por mbravet ndoshta edhe në mënyrë pasive Roberto Casado i Spanjës, shpeshherë me ulje koke për t'u shmangur goditjet dhe madje duke qëndruar edhe shumë pranë. Por Beqiri përsëri gjen mënyrat e tij, siç ishte edhe ky moment, po dhe përsëri është një ulje kokës që gjyqtari i takimit Orton Kraja e këshillon Casadon
nga Spanja që tjetë me i hapur, me i drejt për drejt në boksim. Ja shikoni një plan i parë mjaft i dukshëm nga regjia, shumë pran edhe emocioneve të boksimit. Është me interes të shikojnë edhe qelizat më të afërta të mimikës se si përrejtojnë edhe të dy boksierët, si përrejtojnë goditjet, si përcjellin goditjet në sulm, apo si përrejtojnë pritjet e goditjeve nga boksieri që mbrohet. Dhe në këtë rast Alban Beqiri është ai që dhuron më tepër goditje, është ai sulmuesi, është ai triumfatori dhe gjithçka po shkon drejt suksesit e tij në këtë ndeshje për të sigluar fitoren e 15 radhazi në boksin profesionist pa humbur asnjë. Alban Beqiri i sigurt në goditjet e tij, gjithnjë Beqiri. Fitoria është e tij, e pa diskutueshme. Në të 6 raundet është me një përgjigje plot, por kërkon diçka më tepër. Kërkon një knockdown minimalisht, pse jo edhe një knockout. Vazhdon, por gongu e mbyll. Gongu e mbyll të ndeshje mes buzëqeshjeve të dy rivalëve. Një ndeshje interesante. Meriton respekt në ndeshje të nderuar shikues. Një
Për kraja, se kom boksu që i vogën këtë ring. Jam gjys veti këti veni. Dua një përshëndetje veçantë bëj për çunat e fusharësit që kanë ardhur për mua. Dua të falenderoj mbështetësin tim Mir Pepa. Një falënderim i veçantë shkon për tifozët e mi të kombinatit që jam rrit me to dhe janë mbështetja ime gjithmonë. Dua të falenderoj promotorin Mondin Doll, trajnerin e vllaznisë legjendar Zevgjoni dhe trajnerin tim Saad Bushatin dhe presidentin e Federatës Florence Kalivopuli. Uroj t'ju bëj krenar gjithmonë. Neshjet e mia do jenë më të forta, do jem më i përgatit. Nuk isha 100% shëntim, po do jem se kam dhe kampionatin botëror dhe nuk do ndalej mo. Ju uroj Senat Drinit një fitore të meritume dhe t'jemi gjithë tu për ta mbështetur.